3.000 euro paguhet referi kryesor. Ja, që të s'ka offside kur heq. Presidenti Vokri me një telefonat e ka kryer atë punë me një herë. I kom referu 3 ndeshje dhe për 3 ndeshje i kom marrë 30 euro. Me gjyku 4 herë kampionin e botës, unë mendoj që është diçka shumë e madhe. A ka ndodhur ndonjëherë me të korruptuar dikush? Ky emision mundësohet nga Ruko Power, 99 SM, VUM, Unimax, Next Lift, Saraj, Mishtore Ymere dhe Dion VIP. Përshëndetje shikues të Shënjesër.net. Sot në emisionin ton të ftuar e kemi Fatllum Berishën, ish futbollist dhe ish refer ndërkombëtar, i cili sot do të na flas rreth rrugtimit të tij deri tash. Fatllum, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit shumë për ftesën. Qysh po nihesh tash që të pronon prapë në fushë? Je pensionuar në qershor të këtij viti, edhe a je halet tunet aktiv si refer, çka je tu bë? Në realitet, aktiv si refer, përderisa praktika në Kosovë është që secili do gjyqtar i cili mbush moshën prej 45 viteve e përfundon punën e tij si gjyqtar aktiv. Ndërsa sa i përket prezencës time në edukimin e brezave të ri, tash Federata e Futbollit të Kosovës në bashkëpunim edhe me neve, veç kemi fillu hapat e parë të ndërtimit të akademisë për zhvillimin e gjyqtarëve në Kosovë. Kështu që në realitet prap do të jem pjesë e fushës, por jo në fushën e gjel, por me siguri nga tribunat ose duke i përcjell talentet e ri dhe duke kontribu në zhvillimin e tyre. Unë kam pas fatin që për 24 vite të ndoj drejtësinë brenda fushës së Gjelbërt dhe po besoj që kam mjaft çka t'ju ofroj gjeneratave të reja për zhvillimin e tyre. Në fillimet e tua, Fatllum, ke fillu si lejtar, pastaj ke ndrru në gjyqtar. A mundesh më na tregu pak a shumë këtë rrugtim tonin, se ka lindi ideja mu bu refer? Po, në realitet në luftën e fundit, unë kam pas fatin si shumë sportistë të Kosovës të zhvendosëm nga Kosova dhe për disa kohë të jetoj në Suedi dhe atje fillova që t'jem faktikisht të mirem në mënyrë të vazhdueshme me futboll. Dhe në vitin 2000 me përfundu lufta, unë u ktheva në Kosovë. So vjeti ke pas për ata që nuk e din? Në moshën 18 vjeçare unë jam kthy me njëherë në Kosovë me të përfundu lufta dhe në të njëjtën kohë në klubin e futbollit Fush Kosova kam fillu karrierën si futbollist, si 18 vjeçar. Dhe nga ato papritmas ndëgjoj që në shtëpinë e kulturës në Fush Kosovë, Federata e Futbollit të Kosovës ka organizuar një kurs për gjyqtar të ri. Dhe duke pas parasysh sepse futbollin e kam pasion dhe futbolli është gjithçka që më karakterizon në jetën time, edhe në këtë rast faktikisht u bona pjesë e atij seminari të cilin e përfundova me sukses. Por në vitin 2000 nuk fillova që të mirem me zejën e gjyqtarit, pasi që isha duke luajtur futboll. Por nga viti 2002 fillova që të praktikoj të grupmoshat e reja edhe pjesën e referimit. A të pëlqej ma shumë referimi, kur vendose mu bose sa futbolle, ti ke pas edhe futboll aktiv, edhe ke qenë refer. A ke mujt me referu në kategorinë ku jetu lujtin, qatë liga, po qysh të kanë delegu? Federata e Futbollit të Kosovës e praktikon që gjyqtarë të cilët shembull luajnë në ligën e parë i vendos për me nda drejtësinë në një kategori tjetër. Dhe kjo është normale, sepse nuk mund të merresh vendime ndaj një ekipi ku ti nesër pas nesër mund të jesh kundërshtar me ta. Dhe këtë praktik e praktikon Federata e Futbollit të Kosovës. E cilat pëlqej ma shumë, po du më nalë që të me insistu të pyetja jam, cilat pëlqej ma shumë, referimi a futbolli? Referimi është dhe më ka pëlqyer shumë ma shumë për shumë arsye. Para vitit 2016, Kosova kur nuk u kon as në UEFA as në FIFA, a ju ka penalizu pak ky sen, edhe domethënë puna e pagesës çysh ka shkuar, keni marrë domethënë pore e shpejtësoj pune? Në plan të parë, si i ri, e kam pas prioritet punën. Futbollin e kam desht, e du shumë dhe është sporti i cili nuk e krahasoj me kurgjë. Po në krahas futbollit unë edhe kam studiu për sport,
unë jam magjistër i shkencave sportive, dhe krahas kësaj do të thotë nuk e kam diskutuar në asnjë moment pagesa. Po pyetjes tone unë e arsyetoj sepse puna duhet të shpërblehet. Puna duhet të paguhet dhe pavarësisht kushteve ekonomike të cilat i kanë pas në atë kohë presidentët, të cilët edhe i kanë marrë klubet, po edhe Federata e Futbollit të Kosovës nuk ka pas hyra të mjaftueshme, na jemi pagu me një shumë e cila në bazë të kategorive se ku ti ke gjyku ka dallu. A e morë me në sopor e ke morë mas po këti për një Herën e loje? Herën e mas po këti për zojnë, që ke morë për një loje? Po, mas po këti tregoj, kur kom fillu me arbitru, faktikisht të moshat, i kom referu 3 ndeshje dhe për 3 ndeshje i kom morë 30 euro. 10 euro loja të me thëmë. 10 euro lojë, afërsisht është sill në këtë... Për cilën vit po flasëm? Plas 2002. 2002. Plas 2002. Dhe me kalimin e kohës, pra po thom, edhe sot është në fuqi kjo, refertë të cilët gjykojnë në ligën e 3 paguan ma pak, ata cilët janë në ligën e 2 paguan ma shumë. Shkollë. Normal që Superliga e bën dallimin e vet, dallimi i dukshëm dhe dallimi i cili është i pakrahasueshëm në raport me nivelin vendor është garat ndërkombëtare, të cilat ti je i barabartë me të gjithë refert e rruzullit toksor. Faktikisht sistemat të cilën gjyqtarët e futbollit të Kosovës e bartin, edhe sot nuk janë pak, është e barabartë me secili do vend, edhe me ato në Gjermani, edhe me ato në Span, edhe ai i cili është në kategorinë e parë ose në elitë, ai paguhet si t'jet i Kosovës, si t'jet kudo. Neve, kështë si shqiptar, këtë dina që paka shumë na interesojnë sopore i morin e qështë. Pezojna një refer për referon një loj thjesht Champions Ligës, jo finale, loj në grupe. Sopore më në të mi morë për apërsisht. Edhe a shka njëjtë puna e pagesës si për asistentat, si për kryesorin? Dallimi është shumë i madh në raport me referin kryesorin dhe në raport me asistentat, sepse UEFA edhe loja e futbollit bazohet edhe në përgjegjësi. Pagesa është shumë ndryshe në raport me nivelin vendor dhe dallimi është i dukshëm, thuajse që është shembull nëse asistenti paguhet për një ndeshje cili do nivel, shembull po them 1500 euro, sigurt 3000 euro paguhet referi kryesor. Dy fish është më e lartë. Esoj për këtë grupeve të Champions Ligës e të nivelit edhe më të lartë, po ato normal që janë pagesat shumë më të larta. Qysh ka ndryshuar me kjo Eliasi Mire përmeni para se mu pranun UEFA e FIFA edhe para saj edhe masaj. Qysh ka dallu, qysh ka ndryshu ky saniri të gjyqtarët? Po, a ka ndiku mirë që dhe ata mu servit hale ma shumë e pas një farë pjari ma të mirë ndërkombëtar për neve? Dallimi është shumë i dukshëm. Sepse sot në futbollin e Kosovës, po flas për Superligën edhe ligën e parë, jo jeni pjesë e futbollit dhe mbaza javore ose sidomos gjatë vikendeve bomakia i kishoni 2 eventualisht 3 ndeshje. Minimum. A ju ka rastistë me po një gjyqtar në mes fushës i cili duket me mbi peshë? Një Premier League një herë. Premier League. Ja kom arrua. Do të thot dallimi është i dukshëm sepse në proporcion me punën që e kryen, në proporcion me pagesën që ti e merr, po duhesh me krye edhe punën. Kështu që nuk ka pardon sa i përket përgatitjes fizike dhe përgatitja fizike ndikon në shumë aspekte. Çka bëni jo? Qysh servitni? Po, na servitemi në bazë ditore. E kemi planin javor të ushtrimeve. Servitjet a i bojmë 4 herë, a i bojmë 5 herë një javë, na determinon edhe ndeshja. Shembull, nëse ti ki ndeshjen të shtunën, preferohet që e premtja të bëhet një stërvitje e lehtë ose përgatitje për të nesërmen. Faktikisht, kështu që varet prej cilës ditë luhet ndeshja. Çfarë ushtrime bëni? Ushtrimet i bojna, në shumicën e rasteve, dallon ushtrimet e referit kryesor me asistentin. Duke pas parasysh sepse asistenti gjatë 90 minutave ka të bëjë me vrapime më të shkurta, po me intensitet të lartë. Ndërsa te gjyqtari kryesor ka të bëjë me vrapime me distancë më të gjatë, po intensiteti është më i ulët. Një lejtar pezojna ngon fush 9 kilometra minimum. Një refer kryesori kësaj here, sa i bën një refer kryesor kilometër? Referi kryesor i cili dallohet arrin deri në 12 kilometra. 12 kilometra? Deri në 12 kilometra arrin. Pse arrin sot kjo? Sepse edhe vrapimet
në fushën e lojës dallojnë në proporcion me siç ka qenë më herët. Keni mujt me ndëgju në shumicën e rasteve para disa vitave që e kanë preferu ose është sugjeru gjyqtari që të vrapojnë në formë të diagonales, ndërsa sot gjyqtari kryesor gjendet në secilin do cep të fushës, secilin do hapësirë të caktuar. Normal, sepse për ata duhet dhe vrapon ma tepër që t'jetë sa ma afër tupit. E do më thonë ju servitet i keni me vrapim të nkuan? Me vrapim të nkuan. Prej përvojës sonë personale, qyshe ke mojt i vine trupit, po menaj forcën fizike, sa herë ke vrapu mrena javës? Minimumi 5 herë në javë. Sa kilometra? Minimumi 5 herë. Asnjë trenik nuk e filloj dhe nuk e përfundoj pa i vrapu minimumi 7 kilometra. Atlum, kisha dash munol të momenti historik, masi u pranum në UEFA dhe në FIFA, 3 gjyqtarë të parë që shkun me një ndeshje ndërkombëtare. Prej aty në treshës që kanë ti. Kallëzën ato momente që shunive ti edhe që përfaqësove Kosovën realisht. Shkun shumë shpejt. Me thonë të drejtën, së pari marrin informatës në dhjetor të 2016 që na veç jemi pajis me sistemin e FIFA-s, ka qeni diçka që në njërën anë është shumë emocionuese, por anën tjetër është shumë me përgjithësi. Sepse duhet me pas parasysh Republika jonë e re ka nevojë për prezantim, shteti jonë ka nevojë për prezantim sa më të mirë dhe me bindë edhe Evropën edhe botën, sepse Kosova ka qenë në një situatë e cila pa drejtësisht është mojt në atë formë dhe ka qenë emocionuese, por edhe shumë përgjithësi. Çka ju ra, në cilën ndeshje ju ra dhe me kanë ke? Zakonisht edhe opinioni edhe ju me siguri që e dini që treshja e parë e pranum me sistem ndërkombëtare ka qenë Gens Nuza, referi kryesor kolegu jon, bashkë me mua dhe asistentin profesorin Bujar Selimaj. Cëlla ndeshje ke që ju ra me referu? Ato po vi dhe me thonë të drejtën, sa i përket interesimit në lojën e futbollit dhe mundësisë të angazhimit tonë, sidomos në për lojën ndërkombëtare, Genci ka qenë shumë aktiv. Dhe duke po ndeshjet e marsit të vitit 2017, e shet që Turqia e ka një ndeshje me Moldavinë. Dhe i shkruan në atë kohë presidentit të ndjerë Fadil Vokrit. Me të thonë të drejtën nuk e di sa a i ka shkru atina, apo i ka shkru kryetarit tonë për Varimasoni dhe thotë shikoni mundësinë sepse kjo është forma e angazhimit. Po ata të ftojnë, që shifton edhe Kosova gjyqtarët në ndeshjet miqësore dhe e njofton UEFA-n dhe jenë rregull. Dhe me të thonë të drejtën, sipas informatave që kemi, angazhimi ju në atë lojë ka ndodhur me një telefonat. Presidenti Vokri me një telefonat e ka kryer atë punë me një herë dhe na kemi pas fatin që të shkojmë, të debutojmë në mars të 2017 në ndeshjen Turqi-Moldavi, e cila ka qenë në Eskishehir Arena, është një qytet i studentëve dhe me të thonë të drejtën, mas asoj ndeshjes, kur jemi kthy në hotel, telefonat i kena pas të bllokuar. Pse të bllokuar? Me qindra njerëz që kishin dërgu video që ka pas shumë studenta shqiptar dhe na nuk kemi ditë që na kanë fotografu dhe edhe shikueshmëria ose me thonë ndjekësit në për Instagrama edhe në Facebook u rreten shumë shpejt. Gjithashtu ka qenë loja u kon miqësore, po mendoj që presioni për ty u kon shumë më i madh sa me referu një lojë në Kosovë. Pa mos respektu ligën e Kosovës. Loja ka qenë miqësore dhe me të thonë të drejtën, dallimi i lojës miqësore me lojën e rregullt kampionale dhe me nivelin te na nuk ka ekzistu. Pse s'ka ekzistu? Sepse prej ditës ose prej momentit kur na kemi marrë ftesë për me përfaqësu Kosovën, në secilin do rang që ka qenë serioziteti, puna, angazhimi jon ka qenë maksimal. Çdo herë e kemi pas parasysh, na mundemi me gabu, po këta nuk thojnë gaboj Fatlumi, po gaboj një refer prej Kosovës. Kështu që këto e kemi pas prioritet që Kosovën ta
vendosemi në një vend të respektueshëm, në një vend në futbollin evropian dhe botëror sa më lart Qysh ke vlerësimi e asaj ndeshje? Tu e di që ndeshja e parë, a ju vlerëson dikush ose qysh e keni di që çfarë performancë keni pas? Po, pika të shkurta na realisht e di na saktësisht mas përfundimit ndeshjes se performancën tonë. Në moment që e shumë ndeshjen, na e kena shumë qartë me di. Nuk ka në për ndeshjen miqësore kontrollori që t'i jep mendim, por nuk do të thotë që nuk kemi marrë informata të ndryshme prej gjyqtarëve të ndryshëm. Çka ju kanë thënë? Vlen të theksohet sepse në personi i cili na përcjell dhe ish përgjegjës për neve gjatë qëndrimin ton ish gjyqtar. Faktikisht jo ish gjyqtar, po ish gjyqtar në Turqi. Dhe gjatë rrugtimit ton tu kthy prej ndeshjes, ka rastis që e ka thirr Gjynej Çakir telefon. Dhe i ka thonë, thotë, jam me gjyqtarët e Kosovës, ka thonë, okej, përshëndetje dhe thuj, keni boni punë shumë të mirë sot. Domethënë, ky është vlerësimi jonë. Ky është rezultati të cilin e marrëm pas një loje miqësore. Dhe unë e them në këtë rast, po duhet me thonë një mesazh të shkurt për gjyqtarët e futbollit që sot janë të ri, mos mendoni kur që ti bën diçka përmbrana lojës dhe s'ka po kërkush. Gjithë të sheh dikush. Mas kësaj qysh vazhdoi karriera jote? E tro me gjyku edhe ndeshje tjera, filloi të rrit edhe niveli. Kallzona pak a shumë qysh është me gjyku jashtë Kosovës edhe në Kosovë. Një farë krahasimi, çka ke arrit me mësu që tash m'ja jap dikujt na këtu në Kosovë që don mu bë gjyqtar. Veç të kthejna edhe shumë shkurt te pjesa e lojës debutuese. Asistenti kolegu jon Bujari kur jemi dal me bë nxemjen para lojës, po për një moment më kanë shku syt edhe e kum pa kishit filluar mi rrjedh lot. Po edhe po ofroni i them, hey, tha, po, do thot ai emocion i cili ai e përjetoi ishte një diçka e cila unë se kom mendu asnjëherë, asnjë prej neve. Unë kur kom filluar më marr me referim, kom thonë, okay, qëllimi jam kryesor është me mri sa më lart, se kom menduar edhe me mri Superligën. Po i kam rri majt e botës. Dhe në këtë rast për shembull Bujari kujtohet prej neve që jemi ko prezent ato, që do të thot aq emocion të madh ka pas që s'ka mujt as let mi majt. Po, dhe me kalimin e kohës është historike dhe me kalimin e kohës UEFA na ka besu në shumë ndeshje dhe ka fillu me na dhon ndeshje të niveleve të ndryshme. Cilat i ke pas ti konkretisht? Në realitet, so i përket kombëtareve, pavarësisht që ka qenë kombëtare ose lojë miqësore, me gjyku 4 herë kampionin e botës, unë mendoj që është diçka shumë e madhe. Dhe në këtë rast, në Air Albania, ne kemi pas fatin me gjyku Shqipëri-Itali, ku pjesë e Italisë kanë qenë yjet e botës, të cilët në për klubet të tyre bojnë histori. Ndërsa nivel klubësh? Nivel klubësh për shembull na kemi arrit në kualifikimet të Champions Ligës dhe jemi kom në Dinamo Zagreb. Dhe edhe ato ka qenë një emocion i veçantë duke pas parasysh sepse ai stadium veç e dini historinë e atij stadiumi. Dhe pjesë e Dinamo Zagrebit për shembull ka qenë në atë kohë Lirim Kastrati. Dhe e kujtoj një rast kur në pjesën e parë i pata 2-3 situata të vështira të pozitës jashtë loje. Në një moment Lirimi tha Fatlum, po më duket tha njërin prej tyre e ke gabu. Thash Lirim, unë besoj që s'kam gabu. Po, edhe kur u kry ndeshja, po ofrohet pas lojës tha Fatlum, ai ke këshyr rastet. Thash s'kam pas ku mi këshyr. Thash po kom i këshyr, thash edhe kom e tregu që besoj që s'kam gabu. Edhe rezultoi që sinqerisht nuk kam gabu, por sa i përket gabimeve ose mundësia e gabimeve në lojën e futbollit është ajo thonja të cilën thuhet referi më i mirë është ai i cili gabon më së paku, sepse vetë njerëzimi ose bota nuk njeh diçka e cila është absolute. A ka refer të pagabueshëm? Ja, nuk ka refer të pagabueshëm, por ka refer i cili gabon shumë pak. Cili është ai refer që gabon shumë pak? Ai i cili është i përgatitur fizikisht shumë dhe automatikisht nëse ti je
i përgatitur fizikisht, qetësia për me marrë vendime është shumë nivel të lartë të ti. Dhe përgatitja fizike ta mundson ty që ti jesh sa më afër situatave. Dhe kur ti je afër aksionit, afër topit, mundësia për me gabu është shumë e vogël. Të dallimin mes të referit i cili është më i mirë dhe ai i cili është pak më i dopt, është që duhesh me kanë kompletuar në secilin nga aspekt. Kështu sipas përvojës tonë dhe qtash, për kënë kësha thonë që është referi më i mirë në Kosovë, momentalisht. Faktikisht... Na jeme. Faktikisht... Jo, unë e thëmë kështu. Në futbollin e Kosovës, zhvillimi i referve është shumë i madh. Duke pas parasysh që sot mundësit janë shumë ndryshe. Në futbollin e Kosovës ka pas refer gjithë shumë të mirë. Por krahasimin une nuk du me bo për shkak të kohërave. Për shembull, sot ti me një Google search i gjon rregullat e lojës. Dhe para 20 viteve, po rregullat e lojës refert i kanë mësu kur e kanë pas seminarin. S'ka pas ku me hulumtu edhe me u informu sa ma shumë që është e mundshme. Na i kemi për shembull kryetarin e referve që sot është që ka qenë 7 herë referi më i mirë. Sot 7 herë referi më i mirë është Gensnuza. Dhe Genci, Visari, e shumë gjyqtarë tjerë të cilët kanë qenë dhe sot janë, po kemi gjyqtarë dhe 3 të cilët janë shumë me perspektivë, të cilët po punojnë seriozisht. Po unë menoj që në vitet e fundit, për shembull në dekadën e fundit janë të padiskutueshëm. Patlum, a ka ndodhur ndonjëherë me të korruptu dikush ose si gjyqtar? Me tentu me korruptu. Por Kosovi jena të folë. Mos përmene e Maqedon, mirë po si dukuri është hale në Kosovë kjo. Unë mendoj që në Kosovë ka shumë fjalë për gjithçka. Për gjithçka. Realitetin është këtë ndryshe. Unë ju siguroj, prej viti 2002, kur unë kom fillu, kur në jetën time, nuk ka ndodhur me thonë dikush që une po t'jep një diçka që dhe ndihmom ta kryej këtë lojë. Kur nuk ka ndodhur? Te unë nuk ka ndodhur asnjëherë. Nashta u kam bërë kryesorve. Unë besoj që dallimi nuk ka të bëjë me referin kryesor ose me asistentin, sepse keni parasysh Vari është veç 4-5 vite në Kosovë dhe roli i asistentit ka qenë shumë i madh. Dhe referi kryesor për mesit fushës, nëse ti e ke lëshu një pozitë jashtë loje, ka mujt me kom për shembull faktisht me rëndësi shumë të madhe. Sepse pozita jashtë loje bjen golli, referi kryesor thot fal, po a është pozita jashtë loje, ç'më thon, puna më e vështirë e referit anësor, apo është ndaj kontakt? Ja, puna më e vështirë e asistentit është pozita jashtë loje. Puna më e vështirë është. Por sot prapë thomone, rekomandimet e UEFA-s edhe rekomandimet në futbollin e Kosovës thojnë që secila do situatë e cila është e ngushtë, po preferohet që asistenti mos me ngrit flamurin. Lelet realizohet goli, sepse loja e futbollit luhet për gol. Po lelet realizohet, por merre vendimin sipas pamjes të parë që e ke vlerësu. Po si tash e pelojnë derisa kryet aksioni krejt. Ajo është rekomandim. Nuk guxon vetëm nëse situata e pozitës jashtë loje është me metra e fell dhe nuk i nevojë për me lënë mu lodh lojtari ose me lodh sepse rekomandohet mu ngrit flamurin. Çka ndodh tani te Vari apo na tregon pak çet punën e Varit, prapa skenat e Varit. Vari me siguri që e dini që reagon në 4 situata. Tash edhe i ka shtu dhe prej botrorit. Tash e ka shtu edhe një të karton që i ka bo te kartoni i dytë në rast se jepet kartoni i dytë i verë pa qenë. Po nëse nuk e jep, nuk thirret për mia vonë. Vari për shembull detekton ose fillon çekimin në secilin rast kur goli bjen. Si të realizohet goli, asistenti i Varit që është thot APP gol. APP golla thot unë kom fillu me e qeku komplet situatën nga ndërtimi i aksionit, prej fillimit. Po referi i fushës, e shkruan golin kadal-kadale, e gjeni hapësirët e caktune, e merr kohën e vete, deri sot gëzohen lojtarët, por asnjëherë referi i fushës nuk e nis lojën pa marrë konfirmim prej Varit. Po, nëse thot që goli konfirmuhet, atëherë gjyqtari i fushës. Apo na tregon pse thirrën referin Var, çysh ndodh që
A thirrën për me ndrru vendimin, a thirrën për me këshyr edhe një herë për mas sigurt. E ka pas semrën pak më mrena, pak më jashtë. Jo, për offside se thirrën vorin, se i kanë tash ato vijat. Zakonisht, referi në on-field review, në rishikim të situatës në monitor, ftohet kur ka fakt 100% që referi fushës e ka bon një gabim të qartë. Vari nuk thirr për situata ku janë 70-30, 80-20, 60-40. Nuk thirr vari. Vari thirr në momentin që ndodh një situatë për penalti ose për karton të kuq. Dhe komunikimi i gjyqtarit të fushës me varin fillon me një herë. Dhe thot për mu, shembull për marr, për mu thot nuk e ka prek, ose është një kontakt i lehtë i cili nuk është i mjaftueshëm për penalti. Po, nëse që kjo informat që e jep referi fushës për varin, është e kundërta, vari nuk thot hajde bëne penalti. Vari thot unë të sugjeroj për një rishikim të situatës sepse është e kundërta prej asoj që po thuti. Dhe çka i duhet tash varit, me i përgatit pamjet më të mira Për deri sot referin shkon gjyqtari me ja servu. Dhe pe ati momenti, gjyqtari që është në varë, nuk flet kur gjë më. Gjyqtari fushës thot, ama këtë pomje, ama këtë pomje, ama këtë pomje. Gjykimi final i takon atij. Po, në momentin që përfundon çekimi i situatës, referi fushës kthehet në fushë dhe ai e merr vendimin. Patlum, jena të shku drejt fundit, i kena dhe pak dë pyetje që kishëm mujt me shku si ma shkort, që mos me zgjatë shumë. Referat në Kosovë jena dëshmitar që ofendohen edhe shohen. Cilat janë sharjet që i marrin referat edhe ndikon kjo te ta? Me të thonë të drejtën, këto janë evidente, por unë them që janë shumë ma pak se që kanë qenë, shumë ma pak se që kanë qenë. Në asnjë moment unë nuk e gjykoj publikun. Publiku e ka pjesën e vete, gjyqtari i fushës nuk janë të rrezikun në 99% të rasteve nga publiku. Siguria sa i përket fushës është në nivel shumë të lartë, e keni parasysh sepse Federata e Futbollit pagun policë shtesë që të cilët janë të dedikuar vetëm për sigurinë e gjyqtarëve. A ka qenë problematike në fillimet e karrierës? Ka qenë shumë problematike. Atë mas ka pos kamera, pak desene janë konë. Ka qenë shumë më problematike dhe Personalisht a ke pos në rast fizik ose dëshmitar i gjyqtarit kryesor? Nuk kom pas rast fizik, dëshmitar kur kanë pas presione të mëdha, po normal, sepse ka qenë situata e tillë dhe në momente të caktuara, për shembull, për shkak të interesave të tyre, persona të ndryshëm kanë mujt me bë presionin shumë më të madh, por sinqerisht prapë them unë me 24 vite provoj, unë s'kam pas në asnjë moment kur prekje fizike nga askush. Ndashta për çata më thonë që jam asistenti më i mirë. Kështu që në realitet dallimi është i dukshëm, duhet me u falenderu edhe tifozët, edhe klubet, udhëheqësia e klubeve, por falenderimin kryesor për pranimin e situatave më të lehta në mënyrë më edukative ju takojnë lojtarëve, të cilët direkt apo indirekt periudha kohore e gjatë të cilët na jena pjesë e futbollit krijojnë perceptim për ty. Dhe unë e kom për shembull mu faktikisht më ka rastis me 10 raste kur unë e kom ngrit flamurin, po zakonisht kam qenë asistenti i parë, ka jënë bankat rezerva dhe lojtarët për bankës rezerve thonë e çoj flamurin kë, uç nëse u kry puna. Po, domethënë pavarësisht që vari ka mujt ndonjëherë me më përmirësu, për 6-7 vite më ka përmirësu shumë rroll, nëse s'gaboj 2-3 raste krejt. Veç 2-3 raste po për 6-7 viteve. Po, është domethënë është një diçka që
A e kanë ditë edhe lejtorët për shembull kështu, të i thojnë ja s'ka se janë privorit se kë. Tha fjalën e fundit. Ullë nëse e kanë ngritë Fatlumi... A qëmë na që tash i demonstrojnë atë roste? Une ju siguroj që na mi demonstru, kena mi demonstru, Veç edhe na dy kena më testu. Veç para prakesh edhe një pyetje, folëm për referin më të mirë në Kosovë, po referin më i mirë në botë dhe rasti më diskutabil që e ke ti në futboll botror. Shkurt nëse mund është Fatlum, kursa na ku? Gjyqtari më i mirë. Kolina. Kolina, faktikisht pe... Ma pak e kena mrej mirë po video që i këshyre e vrejnë që e ka pas, ajo kanë gjyqtar. Gjyqtaru, kanë fjalla e ti. Që veprimet e tina sot jenë të papranueshme. Në kuën kur ai ka qenë gjyqtar për shumë jenë të papranueshme, sepse prapë thomën sot gjyqtari duhet jetë sa më i butë. Ma i butë, ma i afërt me lojtar, por për kuën që ka qenë ai e ka lyp pak qatë leadership, e ka lyp, po të njëjtën praktikë thojmë na. Kryetari jonë Përvari Masoni sot për shembull në periudhën kur ai ka qenë gjyqtar në futbollin e Kosovës, po ka qenë shumë i rrept. Dhe s'ka pas pardon fare te ai. Po sikur kishte me qenë sot, unë garantoj që ai kishte me pas një paraqitje shumë ndryshe. Sepse periudat kohore e ndrojnë, për shembull, modifikimi i rregullave të lojës futbollit për ata bëhet në baza të vazhdueshme, për çka? Për me tentu me e përmirësu dhe me bë lojën e futbollit sa më të bukur. E rasti më diskutabil në futboll botror edhe në Kosovë, dy raste përmena. Në Kosovë s'kisha me thonë, sepse ka situata nashta të cilat nuk më i quaj diskutabile. Na një që dihet botresht bile. Ja, për Kosovën nuk e di, ndërsa sa i përket nivelit botror, me të thonë të drejtën në futboll, unë jam simpatizant i Cristiano Ronaldos dhe u kënaq Elios një metër mrena nëse nuk gaboj ka qenë me shtetin tonë fshikur, po me Serbinë. Po dhe nuk i pranuat një gol që s'ka pas gollajn teknologji sepse atëherë me siguri si kishte pranu, kështu që e thash Cristiano Ronaldo për shkak që unë jam idhëtar i punës në fushë shumë dhe ai është produkt i punës dhe angazhimit. Ma i furt të gjitha kura. Gjitha kura. Nëse, tim tjetër ajo. Fatlum, hajde tash, na pëkqyrëm sa është shtirë dhe sa është letë me konë referansor, unë Elias e provojna me ka... Refer ma zot njës besoj që ka me po me kërshë. Pëkqyrëm apo mujna mja qëllum. Po, une ju thomë që... Tri rose i kena. Unë javë të regoj një taktik, dhe ju mundoni me zbatu. Hajde, folëm atje të pika, së tani mos për arrojnë. Fatlum, apo na jep do trika se çka duhet me ditë para prakesh para se me referu na është offside ajo. Mas pori veshje, nuk e kena vesh. Veshja kryesore. Në çdo raste, e sidomos kur të pensionu është lejuar. Jo, në realitet duhet me pas parasysh që depozita jashtë loje, flamuri duhet me ngrit çdo herë me dorën e djathtë. Lëvizjet e asistentit duhet me konë shumicën e rasteve me ftyrë nga fusha dhe duhet bëmi lëvizje onash, vetëm në rastet kur është duke u zhvillu aksioni i ngadalshëm, sepse kur të kena të bojna me një sprint shumë të shpejt, atëherë është e pamundshme me vrapu onash, por keni parasysh një diçka që flamuri në asnjë moment nuk guxon të jetë i mshefur nga fusha. Domethënë flamuri duhet të jetë i theksuar, pamjen në raport me gjyqtarin duhet të kemi të qartë. Nuk guxon asnjëherë flamuri të vendoset nga kjo pjesa knina. Që pezojna na jena që të dhe po buhet offside, qa du na me buhene? Po, nëse ti jenë këto momente që flamurin e morë në dorën e majtë... Okej, që qështu e ka flamurin? Jo, kështu nuk e ki, po preferuat të morë në këtë pozitën këtu. Dhe, tash, nëse pozita jashtë loje është në cepin e fushës anena. Në këto momente e marrëmi vendimin për pozitë jashtë loje dhe ngritmi flamurin me dorën e djathtë. Deri në fund. Po, deri në fund. Dhe, lëshohet në 45 shkallë dhe tregojna që pozita jashtë loje ka ndodhur në cepin tjetër të fushës atje. Në rastin tjetër, kur pozita jashtë loje është në mes fushës, në mënyrë horizontale përcaktohet, por nëse pozita jashtë loje ka ndodhur në afërsi tonën, asistenti e lëshon flamurin këtu. Do më thonë, lunë rol qyshe drejta. Lunë rol, sepse ti jep sinjal të qartë, verbal, ose me gjuhën e trupit, referit të fushës se cili nga lojtarët ka qenë pozitë jashtë loje. Hajde, Elias, se provojna për dina. Hajde, Ne, hajde! Vazhdo? Ja, që të s'ka offside kër, heq.
Opa. Qa ndodhi? Pozitja është loje? Offside. Okej. Edhe njëherë? Mashtir, se që të letë po më duken. Letë po duken. Okej. Hajde. Vazhdojmë. Hop. Offside. Okej. Hajde edhe një, se që të letë, 3 jatë letë mi bënën. Trener, në shaj teme, bam. Vazhdojmë. Hop. Offside. A je i sigurt? 100%. Okej, kena me këshyr. 100%. Kena me këshyr. E këshyrëm. Kollina i Prishtinës. 2-1. Hop. Offside. Unë jam i bindun që e ke gabu. Qysh se Fatlum? Unë jam i bindun që e ke gabu. Okej. Vazhdoj, trener. Hop. Qa u bo? Sështë. Okej. Kanë me këshyra Fatlumën e ma mira, me këshyrë sulmusin, topin a... Mbrojtësin. Mos u gut. Mos lëviz. Mbrojtja. Në shaj tem nisni për para me vrapu. Okej, hop, trener, shoj. Okej, edhe njerë. Okej, hajde e 4-ta. Mbrojtja. Kalzoj edhe aty në vrap për para shpejt, mos u gut. Hop, vazhdojmë. Hop. S'ka. Perfekt. Ore fër, brej. Mirë shumë. Fatlum, që ja kena qëllu, mirë, Okej. që s'ja kena qëllu, mës na kalzë heq. Hajde që të para kamerës. Unë Merë edhe që të pëse. Hajde ma që të na kop kamera. dëgjom. Hajde këto. E vërteta e Pak zë. Elias, fol ti bile pak edhe në... Mu do kënë situata t'i vota pak më atleta, këj pa Po, situata se pak më këj të pa stira. shumë lojtarë të tërheqën. Ja ka huq një sigur. Që Për thujnë sa prej po? aeroplonit të vrejqë. Jo, adim se, fokusi, tash, nasha dikush veç e këshyrë sulmusin bashkë me mbrojtësa e topin e kokëshu si synin e tretë. Arsyetime, E mu është më e dash të bënerë. pak mi sinkronizu cëllat, e që kjo ke pjesa e shtirë që e po shone. Mi sinkronizu edhe mbrojtësin edhe me sfushorin këtë rast ose trajnerin kur shpegjun. Kështu që trajnerin na edhe trajnerin po edhe djemt i falenderojna për demonstrimet dhe mundësin që ju kanë dhonë juve për herë të parë me ka flamurin në një fushë të gjelbërt, me siguri që s'na kishe dhënë Kështu që jo, me thonë të drejtën, kjo është një formë e cila ushtruhet shumë pozita jashtë lojë në këto raste. Unë veç se ju thash, kur kena të bojna me lojtarë të cilët dalin nga zona dhe sulmuesi hin, në shumicën e rasteve rezulton që t'jetë pozitë e rregullt. Pse është një arsye? Lojtari mbrojtës është statik dhe lëvizjet për me dal, vrapimi është shumë i ngadalshëm. Ndërsa sulmuesi është me intensitet shumë të lartë të vrapimit dhe në parim krijohet një distancë mes mbrojtjes dhe sulmit shumë e madhe. Dhe për ata ty të lën përshtypje që është pozitë jashtë loje. Po në shumicën e rasteve të tilla kur të kena të bojna me hyrje dalje, sulmuesi do të më dhon përparësi sepse ka të drejtë. Rastin e parë tonin ti e shohim kamerën jam i bindur se ti ke gabu. Për shkak që sulmuesi u kon të vrapu dhe mbrojtjan faktikisht unë e bona një taktik dhe i thash dilni të tretë. Kur të kena të bojna me dalin të tretë. Në një periudhë kohore ati beku të djathtë atje i kom thonë rre pasiv. Te ky ajo kon pasiv dhe në shumicën e rasteve aja ka marrë lojtarin e sulmit në lojë. Kjo do të thonë se jemi pagabushëm. Po, kështu që kur të kshyrmi po i pagabushëm nuk ka. Kemi parasysh, po ka gabu na më pak. Fatlum, na të falenderojna shumë edhe për bisedën atje që patëm edhe për këtë demonstrim, nuk e punë e lehtë. Kështu që shpresoj që edhe ti e kënaq me neve, që ashtu që u kënaqem na me ty. Unë u kënaqa sepse tash me thonë drejtën kom pak ku ma shumë me ful, edhe në këtë rast edhe juve me u ofru provojën tem edhe mundësit për me bo storje të sportit dhe në këtë rast unë ju inkurajoj që ju të vazhdoni me storje ose me intervistat të tilla, sepse duke i përfshi edhe djemë të ri, po edhe ata të cilët kanë pas një karrierë, po edhe ata gjyqtarë në periudha kohore të cilët nuk i kanë pas të mundësi që kemi na sot, mujnë me ju ofru shumë, sepse në fund të ditës përgjegjësia jonë është që t'ju ofrojmë shikuesve diçka të cilën ja vlen, e në këtë rast kur të flasim për sport, ja vlen gjithë. Shëndeti
është mbi të gjitha dhe përmes sportit na mujmë me e rujt shëndetin shumë mirë. Faleminderit ty. Faleminderit Edhe dhe juve. faleminderit edhe klubit FC Sallau që na mundsoi. Gjithsesi, ju prift e mbara, djemve inshallah i shohmi të luajt njerë për Kosovën e tani edhe në Evropë. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, kaq patëm na e shihemi herën tjetër. Shënjestër.net